Përshëndetje miq, ja tek po dëgjohemi përsëri me recetën e radhës. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur këtë tavë me speca dhe patate, është një kombinim i cili pasi ta provoni, jam e bindur që do bëhet i preferuar juaj. Është shumë e thjeshtë në përgatitje, do ju marr shumë pak kohë. Qëndroni me mua ta përgatisim bashk. Në një enë do shtojmë 150 gram djath të bardh ose 150 gram gjiz, djath të shkrir, hudhër, unë e kisha të njom, 100 gram proshut. Masën do ta përziem shumë mirë derisa të na formohet një masë e njëtrajtshme. Pasi përbërësit janë lidhur mirë me njëri tjetrin, do mbushim specat. Unë kam përdorur speca të kuqe, pasi në familje mi preferojnë shumë, por mund të përdorni çfarë do lloj specash që ju gjenden në shtëpi ose të preferuarat tuaja. Këto janë spece për tigan, por janë pak të mëdha dhe edhe mund t'i mbushim, plus që janë shumë herë më të shijshme. Pasi i mbushim, i vendosim në tavën e pjekjes, ndërkohë në një tjetër enë do pastrojmë dhe do ndajmë në copa mesatare 3 patate, duke shtuar krip, spec të kuq, rigon, nga 1 lugë çaji gjithsecili, vaj ulliri, 2-3 lugë dhe do t'i përziem shumë mirë në mënyrë që të marinohen të gjitha me përbërësit që shtuam. Ky kombinim është vërtet shumë i mirë dhe jep një shije speciale tavës, ndaj ju sugjeroj që ta provoni. Pasi i kemi përzier shumë mirë, do t'i vendosim në hapësirat e tavës. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Pasi kemi vendosur të gjithë masën e patateve, do shtojmë pak vaj ulliri mbi speca dhe një gjysmë gote ujë. Nëse furra juaj e përshpejton pjekjen, mund të vendosni një letër pjekjeje mbi të, ose letër alumini. Unë letrën aluminit nuk e përdor në kuzhinë, por mund të vendosni letër pjekjeje. I pjekim në 200 gradë derisa të jenë gati, pjekja gjithmonë në varësi të sobës që keni. Ky është rezultati pas pjekjes, ka një aromë dhe shije fantastike. Ju sugjeroj ti provoni dhe ti shijoni. Mos harroj pa thënë se është kënaqësi për mua që të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndihni. Më shkruani në koment edhe përshtypjen tuaj për këtë recetë. Faleminderit.